Administrata amerikane ka bërë publike marrëveshjen që formalizon krijimin e Bordit të Paqes dhe ngritjen e një force shumëkombëshe stabilizimi e cila do të ndërhyjë në Gaza pas shkatrimeve masive të konfliktit. Dokumenti mban firmat e disa shteteve kontribuese, mes tyre edhe Shqipëria dhe Kosova, duke shënuar përfshirjen direkte të dy vendeve në një operacion me karakter ndërkombëtar për sigurinë dhe rindërtimin e zonës. Në deklaratën zyrtare theksohet se paqja afatgjat kërkon bashkëpunim të përbashkët, reagim të shpejtë dhe ndarje përgjegjësish mes vendeve partnere. Për këtë arsye, shtetet firmtare janë zotuar të vënë në dispozicion trupa ushtarake dhe forca policore, në përputhje me vendimet e Bordit dhe procedurat kombëtare. Sipas planifikimit fillestar, misioni do të përfshijë rreth 20.000 ushtar dhe 12.000 efektiv policie, të cilët do të shpërndahen në sektor të ndryshëm të territorit. Shqipëria pritet të angazhohet kryesisht në zonën e Deir el Balah, ku detyrat do të përqendrohen në garantimin e rendit, mbrojtjen e civilëve dhe mbështetjen e operacioneve humanitare. Situata në terren mbetet tejet e rëndë. Raportet flasin për mbi 85% të ndërtesave dhe infrastrukturës të dëmtuara ose të shkatëruara. Në fazën e parë, prioritet do të jetë pastrimi i rrënojave, heqja e municioneve të pashpërthyera dhe neutralizimi i tuneleve, për të krijuar kushte sigurie për rikthimin e popullsisë. Procesi i rindërtimit do të nisë nga Rafah dhe do të shtrihet gradualisht në pjesë të tjera të territorit, me fokus në ndërtimin e banesave të përhershme, shkollave, spitaleve dhe infrastrukturës jetike. Paralelisht, Planeta Fatgjata parashikojnë edhe zhvillim ekonomik të Bregdetit, duke e konsideruar zonën si potencial për projekte të mëdha investimi. Përfshirja e Shqipërisë dhe Kosovës në këtë mision shihet si një hap i rëndësishëm diplomatik dhe ushtarak, që i vendos dy vendet në krah të aleatëve në përpjekjet për stabilitet dhe rikuperim në një nga rajonet më të goditura nga konflikti.